Ami, përshëndetje. Përshëndetje, ministër. Gjendemi sot në aksin Tiranë-Durrës, që në fakt është edhe aksi më i ngarkuar për sa i përket trafikut në gjithë Shqipërinë. Kemi hyrjen në qytetin e Tiranës nga pjesa e Veriut, po ashtu hyrjen nga pjesa e aeroportit të Rinasit, por dhe lidhjen me qytetin e Durrësit, që tashmë Tirana me Durrësin patjetër ka një bashkëpunim shumë të ngushtë ekonomik, dhe për pjesët turistike, për pas pjesës së Durrësit që lidhen me Begdetin. Ndërkohë, ky segment është një segment i rëndësishëm. Ne gjendemi këtu në punimet që po bëhen në 6 kilometrat e para të këtij segmenti. Patjetër kemi patur operacion të vështirë në gjatë zbatimit të tij, sepse ne jemi përpjekur që mos të pengojmë qarkullimin e lirë të mjeteve. Madje është vendi edhe t'i themi gjithë qytetarëve le themi ndjesën përkatëse, por edhe falenderimin për bashkëpunimin e shkëlqyer që kemi patur gjatë gjithë ndërtimit të kësaj vepre. Patjetër, dëshira jonë ka qenë që ta kishim përfunduar brenda muajit dhjetor këtë vepër, dhe në fakt deri në pjesë punimet kishin nesër në ritme shumë të mira, por fatkeqësisht ne jemi gjendur në këtë dimër, në një dimër shumë të lagësht, që patjetër kanë krijuar dhe situatën e pak shtyrjes në kohë edhe të asfaltimit, por edhe hedhjes së shtresave të nevojshme. Në kontratë ne vazhdojmë të jemi brenda kushteve të kontratës, pra ne kemi brenda muajit korrik dorëzimin e këtij aksi. Të lutem, si jemi për sa i përket zbatimit edhe punimeve që janë kryer këtu në këtë segment? Atëherë, ministër, ne në fakt jemi në fazën finale, ne po përgatitemi për hapje, ashtu siç edhe ju keni lënë porosi që brenda fillimit të muajit të ardhshëm ne të jemi gati për hapje. Konkretisht jemi në lotin 1 ku po vjen asfaltimi. Është e drejtë, qytetarët kishin pritshmëri që ne duhet të hapim në fund dhjetorit, por për një sër arsyesh, por unë do thoja më shumë për faktin e ngarkesës jashtëzakonshme që ka ky aks. Paksa ky aks është një aks që kalojnë 90 deri 120.000 metra në ditë normale të javës. Ndërkohë që ka pas edhe disa punime të cilat ne jemi të detyruar ti dëgjojmë edhe të përpiqemi t'i adresojmë, duke qenë që këtu aksesi ka qenë normal në autostradë, ndërkohë që ju e dini fort mirë që ne tani do bëjmë një upgrade për një përmirësim të kategorisë rrugore, duke kaluar edhe në kategori A. Shka nënkupton që dhe aksesi do filloj të limitohet për të gjithë subjektet, dhe kjo na ka krijuar një vështirësi të madhe dhe vonesa në kohë, sepse jemi të detyruar të bëjmë menaxhimin e trafikut që kemi neve, që pra do të bëjmë këtë devijimet. Ne aplikojmë formula asfaltit, të cilat nuk janë aplikuar më përpara. Po, është e vërtetë kjo gjë. Pra kemi krijuar dhe risi në teknologjinë dhe në shtrikimin e gjithë këtij aksi. Saktë, ministër. Dhe patjetër që edhe kjo ka kërkuar kohën e vet në shqyrtimet tona në ARSH. Konkretisht, tash përveç pjesës së asfaltimit, në një pjesë të këtij segmenti 6 kilometrash janë vendosur dhe një gjersat, pra barrierat e betonit në pozicionet e tyre finale, dhe kjo vjet re në fillim nga ana Durrës-Tiranë, ku trafiku është hapur në 4 korsi dhe ajo është edhe gjersia. Kjo është rrugë që do të ketë 3+1 korsi, 3 korsi nga 3.75 metër dhe një korsi emergjente me gjersi 3 metër. Ndërkohë që në muajt në vijim do të filloj edhe arredimi urban, që do ndryshoj plotësisht pamjen e kësaj autostrade. Po, dhe ndërkohë e rëndësishme është që ne të theksojmë sot që brenda javës së parë të muajit maj, ky segment në të cilën është punuar për zgjerimin e tij, do jetë totalisht i hapur për qytetarët, duke i krijuar kështu një shfryrje të trafikut në kuadër edhe të turizmit dhe sezonit turistik që ne fillojmë. Ky aks patjetër ka rëndësinë e vet, sepse së pari bën lidhjen e, le themi, portit të Durrësit me aksin e Morinës dhe me pjesën e Kosovës. Ndërkohë po ashtu, siç e thash, bën edhe lidhjen ndërmjet pjesës së Veriut të Shqipërisë me hyrjen në Tiranë dhe bën një shfryrje të trafikut për sa i përket qytetit dhe hyrjes në qytetin e Tiranës. Është e rëndësishme të theksojmë këtu, Hami, që në fakt ne në këtë segment jemi duke punuar edhe për disa projekte tjera, siç kemi bypassin e Tiranës dhe segmentin Kashar-Legaj. Në çfarë faze jemi për ato? Di që punimet paktën për bypassin e Tiranës kanë filluar dhe ndërkohë edhe për Kashar-Legaj jemi në fazën përfundimtare
për fillimin e punimeve? Ne aktualisht në 2 kontrata zbatimi për sa i takon bypassit të Tiranës. Jemi në fazat fillestare ku esuria është 20% aktualisht të punimeve, por ky patjetër është një bypass shumë i rëndësishëm sepse do të bëjë një shfryrje të trafikut, duke mos detyruar automatikisht mjetet të vinë në Tiranë për të vazhduar po themi ndroq Plepa ose edhe më tutje nga ana e kombinatit. Pra duke me përfundimin e atij bypassi, patjetër ne presim kemi pritshmëri që trafiku do jetë shumë më i lehtësuar. Punimet vijojnë janë me ritëm më të aqshëm, por siç e thash, jemi në fazën fillestare dhe prandaj dhe jemi në këtë përqindje realizimi punimesh. Shkëlqyer. Ndërkohë që ne do vijojmë punën për vazhdimin e punimit për zgjerimin e segmentit tjetër të Tiranë-Durrës dhe patjetër që në vëmendjen e autoritetit rrugor shqiptar do jetë edhe fillimi i procedurave për segmente tjera për të shkuar në Durrës. Ndërkohë, së fundmi, patjetër këtu ne kemi krijuar edhe kujdes të veçantë porosisë edhe të kryeministrit për sa i përket krijimit të korridoreve të gjelbërta. Unë di që autoriteti rrugor shqiptar ka bërë edhe një projekt tashmë për sa i përket pasjes së një qasje më estetike edhe të gjithë këtij segmenti. Ne në muajt në vijim presim të fillojmë implementimin e arrendimit urban, është emri i projektit që do të zbatohet, ku përveç gjelbërimit janë të parashikuar dhe barrierat akustike dhe ndriçimi që aktualisht mungon në këtë fazë që jemi. Shumë e rëndësishme ministër të vëmë në duke edhe një shqetësim të ngritur pasi ne kemi pasur 5 mbikalime këmbësorësh në autostradën Tiranë-Durrës, ndërkohë 2 prej tyre janë hequr tashmë dhe kemi vetëm 3. Ndërkohë që me arrendimin urban përfshihet edhe vendosja e këtyre 5 mbikalimeve në vendin ekzistuese. Pra që të qartësohet opinioni publik që mbikalimet do të vazhdojnë të jenë në pozicionet që kanë qenë, thjesht me zgjerimin e autostradës është nevojshme riprodhimi i tyre në dimensione të reja. Mjaft mirë. Pra, siç e thash, jemi në ditët e fundit të punimeve në këtë segment shumë i rëndësishëm dhe data e fillimit ose e hapjes së kësaj rruge kemi njoftuar që do jetë java parë e majit, brenda javës parë të majit, që është edhe java ose ditët fundore për mbylljen e çdo procesi të punës. Java parë ministër ju siguroj që do e gjej këtë kantier të hapur. I vetmi segment që është një distancë 200 metra do jetë lidhura me nyjen e Laknasës. Pasi ne kemi në zbatim edhe kontratën lotin 3, fazën 3 që ne e quajmë, që përfshin nyjen mbikalimin e Laknasit dhe mbikalimin e Rinasit. Dhe këto janë edhe punimet që do intersektojnë në këtë hapje që ne do të bëjmë, por që nuk besoj do të ndikojnë te trafiku, pasi do jetë me 3 kursi. Ne do ndërhyjmë vetëm në kursinë emergjente në një devijim provizor gjatë fazës së zbatimit të punimit. Mirë. Mirë, Ami. Faleminderit për punën e bërë dhe për gjithë mbështetjen që autoriteti rrugor shqiptar i ka dhënë këtij projekti dhe për ndjekjen e vijimësisë të procedurës. Faleminderit. Faleminderit, ministër.